تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد e gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, atë lavdërojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqija të veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak. Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme ato që na ke mësuar, na mëso ato që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit Ad-Durusul Muhimme li Ammatil Umme, mësimet e rëndësishme për masat e përgjithshme të umetit, nga autori, dietari kolosal, Sheikh Abdulaziz ibn Abdillah ibn Baz, Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, në falt ne, prindrit tanë, mësuesit dhe dietarët tanë, dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Më tutje folëm diçka për rregullat e xhenazës dhe përgatitjen e të vdekurit. Pastaj folëm për larjen dhe qefinosjen e xhenazës dhe kemi arritur te çështja e 7, ku thot autori rahimahullah, sifatus salati ala al-mayyit, do të thonë forma e namazit për të vdekurin, do thot forma e namazit të xhenazës. Ka thonë yukabbiru arba'an wa yaqra'u ba'da al-ula al-Fatiha. Do të thonë bën 4 tekbira dhe pas tekbirit të parë e lexon surën Fatiha. Wa in qara'a ma'aha suratan qasira aw ayatan aw ayatayn fa hasan. Nëse pas surës Fatiha lexon për shembull një surë të shkurt ose një ajet apo 2 ajete, është në rregull dhe mirë. للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. Do të thonë kjo duke argumentuar, duke u bazuar në hadithin sahih që e ka përmendur këtë çështje, i cili transmetohet nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Pastaj, do të thonë kjo është tekbiri i parë, pastaj thot yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ka salatihi fi at-tashahhud. Edhe dërgon salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, siç dërgon në tashahhud, në namaz. Thumma yukabbiru ath-thalitha, pastaj merr tekbirin e tretë dhe e thot duan e xhenazës. Dhe këtu ka përmendur 2 autori rahimahullah, domethënë këto të dyja që janë të transmetuara nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë në hadith sahih. Pra kjo është forma në cilën falet namazi i xhenazës, siç është transmetuar nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadith që transmeton Imam Bukhari, të shkurt, kurse më të gjatë është në Musned Ishaqut. Thot pra se Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma është falur, e ka falur xhenazën dikujt, ka bërë tekbir, do të thënë ka thënë Allahu Akbar një herë, pastaj ka lexuar surën Fatiha dhe ka lexuar me z. Pastaj pas kësaj ka marrë edhe 3 tekbira. Edhe ka thonë inni innama jahartu biha li ta'lamu annaha sunna. Do të thonë e thash me z surën Fatiha, do thotë që ta dini se kështu është suneti. Do të thonë kështu është rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo se është sunet të thuhet surja Fatiha, sepse surja Fatiha është shtyll e namazit. Mirë po, ka treguar, do të thonë se kështu është mënyra ose rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Ky është një prej transmetimeve, përndryshe është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka falur xhenazën me 4 tekbire, me 5 tekbire, ka transmetime me 6, edhe me 7 dhe me 9. Do të thënë gjitha këto janë të sakta. Dhe Omeri radhiyallahu anhu i ka mbledhur edhe i ka parë do të thotë transmetime të ndryshme, edhe ka thonë që të bashkohen të gjithë në 4 tekbire. Do të thonë se më pak se 4 tekbire nuk është transmetuar, është transmetuar deri në 9, do të thonë ka edhe 5, edhe 7, edhe 9, ka edhe 6 gjithashtu. Po ashtu transmetohet nga Ebu Wail, që ka thonë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam merrnin në xhenazë, do të thonë merrnin 7 tekbire ose 5 ose 4 deri, do të thonë kohën e Omerit radhiyallahu anhu, dhe ai ka tubuar, i ka pyetur dhe secili e ka treguar, do të thonë atë që e ka ditur, secili prej sahabeve kanë treguar se çka kanë ditur. Atëherë Omeri radhiyallahu anhu i ka bashkuar në 4 tekbira. Po ashtu transmetohet nga Zeid ibn Arqam radhiyallahu anhu se kur e ka falë xhenazën i ka bërë 4 herë tekbir, dhe një herë ka ndodhur në një xhenazë, do të thonë që ka marrë 5 tekbira. Dhe e kanë pyetur, ka thonë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e bante këta. Do të thonë ndonjëherë bën edhe 5 ose si tham ka në transmetime 6, edhe 7, edhe 9. Thot Aliu radhiyallahu anhu ja ka falë xhenazën Sahl ibn Hunayfit dhe ka bërë 6 tekbire. Gjithashtu, edhe ky është hadith sahih. Do të thonë numri i tekbireve janë këto të gjitha të sakta. Ajo që është më shumë e transmetuar në më shumë hadithe, ose ajo që ka qenë më e shpesht është, do të thonë, falja e namazit xhenazës me 4 tekbire, me 4. Por me rëndësi është të dihet se transmetimet e sakta edhe argumentet në lidhje me namazin janë që pas tekbirit parë lexohet surja El-Fatiha. Pas tekbirit dytë salavatet, njësoj si salavatet në teshehud që i bën në namaz, dhe pas tekbirit tretë do të thonë bëhet dua për të vdekurin. Dhe pas tekbirit katërt jepet selam. Do të thonë kjo është ajo që duhet të dihet nërmjet këtyre tekbireve, do të thonë se pas secilit tekbir se si veprohet. Pra ka thonë Sheikhul Islam ibn Taymije, ka thonë në lidhje me xhenazën, shumica e dietarëve kanë zgjedhur që bëhen 4 tekbire, se kjo është vërtetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe prej sahabeve, mirë po gjithashtu është vërtetuar se, do të thonë këtë e kanë bërë në shumicën e rasteve, do të thonë me 4 tekbire, por lejohet, siç është në mendimin më të njohur në mëdhëbin e Imam Ahmedit, se lejohet edhe 5 tekbire, edhe gjithashtu ndiqet imami në këtë çështje. Do të thonë nëse imami merr 4 tekbire, xhamati vetëm 4. Nëse imami bën 5 ose 9, për shembull, atëherë do të thonë duhet të ndiqet imami në këtë çështje. Në lidhje me surën Fatiha, do thotë nuk pranohet asnjë namaz pa këndimin e surës Fatiha. Edhe namazi i xhenazës është një prej namazeve, sepse e ka quajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namaz, salah, do thotë, dhe gjithashtu pra dihet se aty ka kushtohet që të jetë me abdes njeriu, edhe duhet drejtimi drejt kibles, edhe niyeti, edhe qëndrimi në këmbë, dhe në këtë qëndrim në këmbë pas tekbirit parë lexohet surja Fatiha, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Do të thonë nuk ka namaz ai që nuk e lexon surën Fatiha, ai që nuk e lexon hapësen e Kuranit. Ky është argument i përgjithshëm për secilin namaz. Do të thonë çdo namaz
obligim ose nafile kur falet njeriu si imam ose falet xhamat që e pason imamin ose falet vet, do të thënë namaz obligim ose nafile ose namazi i eklipsit ose kërkimit të shiut ose namazi i xhenazës ose do të thënë secilin namaz është shtyll surja Fatiha dhe pas surën Fatiha nuk ka namaz. A bën menal, ka thonë, është transmetuar nga Ebu Umame radhiyallahu anhu, thotë se suneti në namazin e xhenazës është që pas tekbirit parë të lexohet Ummul Kitab, do të thonë surja Fatiha, mukhafatan, do të thonë ose pra tjetë pas zë. Pra suneti është pas tekbirit parë lexohet surja Fatiha pas zë. Thumma yukabbiru thalathan, ka thonë, pastaj merr 3 tekbira, pastaj thumma yukhlisu ad-du'a lil mayyit, pastaj i veçon lutje të vdekur. Do të thonë bën lutje vetëm për të vdekurin. Do thotë qëllimi është se i drejton lutja Allahut vetëm për atë të vdekur dhe ka thënë wat taslim inda al-akhirah dhe jep selam në tekbirin e fundit. Pra hadithi që e përmendëm ose e theri, fjala Abdullah ibn Abbasit dhe fjala e Ebu Umames radhiyallahu anhuma janë të dyja sahiha, edhe gjithashtu këto hadithe ose këto fjalë, do të thënë janë të sahabeve. Dhe kur thuhet suneti është kështu, kur thot sahabiu, pra kjo është në lidhje me shkencën e hadithit, duhet ta përkujtojmë pak, do të thënë hadithi marfu' është ai hadith që thuhet në të ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu, ose është bërë kjo punë ose është thënë kjo vepër në praninë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai nuk e ka kundërshtuar. Gjitha këto quhen hadithe ose do të thënë hadith marfu', që është që i atribuohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj hadithi që mbaron te sahabiu. Fjala e sahabiut ose vepra e sahabiut quhet hadith mawquf. Do të thënë kur transmetohet një fjalë që e ka thënë sahabiu ose një vepër që e ka bërë sahabiu, quhet mawquf. Mirë po kur fjala e sahabiut thot prej sunetit është kështu, për shembull, ose kur thot në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kemi bërë kështu, ose thot jemi urdhëruar të bëjmë kështu, do të thënë gjitha këto tregojnë se ky është hadith marfu', do të thënë hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një aspekt se në këta dy hadithe Ebu Umame dhe Abdullah ibn Abbas thonë prej sunetit, është, do të thënë është prej rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, leximi i surës Fatiha pas tekbirit të parë. Edhe gjithashtu sahabët nuk kanë bërë ijtihad në çështjet e ibadeteve, në formën e ibadetit. Edhe nëse nuk kishte thënë se është prej sunetit, gjithashtu nënkuptohet se është hadith marfu'. Edhe imam, edhe xhamati të përsërit. Po, do thotë thash surja Fatiha duhet ta lexoj edhe imami edhe xhamati. Edhe nëse falet dikush vet, edhe në secilin namaz, edhe në namazin e xhenazës, do të thonë vlen e njëjta. Pra këto janë argumenti i përgjithshëm, hadithi nuk ka namaz pas surën Fatiha, edhe këta dy ethere prej sahabeve që e kanë domethënien ose nivelin e hadithit marfu' të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tregojnë se surja Fatiha duhet të lexohet pas tekbirit të parë. Këtë kanë kundërshtuar Hanefit dhe Malikit dhe kanë thonë se nuk lexohet surja Fatiha në namazin e xhenazës. Dhe argumenti i tyre është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, idha sallaytum ala al-mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a. Do të thënë kur t'ia falni namazin e xhenazës të vdekurit, do të thënë veçojani duan për të. Do të thënë bëjeni duan vetëm për të. Pra prandaj kanë thonë se në këtë namaz nuk ka lexim të Kuranit, por ka vetëm dua për të vdekurin. Por ky argumentim është kundërshtuar nga dietar të tjerë, se thonë
fakti që ky namaz është bërë i ligjshëm për të bërë dua për të vdekurin, nuk do të thotë se nuk lexohet sura Fatiha në ta. Do të thonë, ai është namaz dhe qëllimi i namazit është lutja për të vdekurin. Edhe kjo nuk bie në kundërshtim me hadithin e përgjithshëm, edhe duke ashtuar kësaj edhe e theret nga sahabët, do të thonë është e qartë, por nuk ka kundërthënie. Do të thonë këtu kur thuhet bëni dua për të vdekurin, nuk do të thonë mos lexoni surën Fatiha, pasi quhet namaz. Po ashtu kanë përmendur edhe tjetër argument, fjalë të Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu, ku thuhet se ka thënë nuk na është caktuar në xhenaze ndonjë fjalë ose ndonjë lexim. Bën tekbire sa të bëj imami dhe shtoj më shumë fjalë të mira. Do thotë kjo është fjalë nga Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu që është transmetuar. Demek nuk ka të caktuar as sa tekbire duhet bëhen, as çka të thuhet, as çka të lexohet në namaz. Kështu që do thotë vetëm fjalë të mira shto në këtë namaz. Mirë, po ky transmetim që transmeton Taberani është i dobët nga Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu. Pra nuk është i vërtetuar se e ka thënë Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu. Dhe sidomos kjo pjesa ku thot la qira'a, do të thënë nuk ka të caktuar lexim. Dhe do thot shikoni kjo shumë është më rëndësi, do të thënë njohja e shkencës hadithit, dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që me të vërtetë të sjell këtij umeti në përgjithësi më shumë dietar të hadithit, edhe në veçanti në popullin ton të ketë njerëz hoxhallar dhe dietar që u mësojnë njerëzve shkencat e hadithit, që të kuptohet çka do të thonë transmetimi dhe çka do thotë kur thuhet për diçka se është i dobët. Në raste të ndryshme ka ndodhur që kemi përmendur se shkenca e hadithit mund të krahasohet me të vërtetë me shkencat eksakte. Do të thonë nuk është shkencë ose nuk është, do thotë, teori që e jep secili mendimin sipas dëshirave. Se ata që s'kan njohuri për dituritë e hadithit, thonë, do të thonë këtij kur i pëlqen thot daif, kur i pëlqen sahih. Atë nuk ka mundësi ta thot dietari i hadithit. Do thotë nëse do, si më thënë, ta ruaj atë integritetin e dietarit hadithit, sepse shkenca e hadithit është shumë precize. Edhe ka mundësi kushdo qoftë pa marrë parasysh sa dietari i madh mund të jetë, nëse bën gabim në këtë matematikën e diturive të hadithit, ka mundësi edhe një student i thjesht i fakultetit hadithit ja refuzoj fjalën, sepse është me precizitet. Dhe këtu, për shembull, kjo fjalë Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu është e transmetuar nga disa transmetues. Njëri prej tyre është Sharik ibn Abdullah al-Qadi, i cili ka pasur dobësi më vonë. Dhe kjo fjalë, do të thënë, transmetimi i tij është ku përmendet leximi. Do të thënë nuk na është caktuar lexim. Kurse të tjerët që transmetojnë nga Abdullah ibn Mesud nuk e përmendin këtë. Por ka thonë nuk na është caktuar kohë ose sa duhet zgjatet namazi i xhenazës, por bën tekbire sa të bëj imami. Edhe shtoj fjalët e mira dhe lutjet e mira për të vdekurin. Do të thënë nuk mohohet leximin në transmetimin e saktë. Po ashtu ka tjetër transmetim që është i saktë nga në realitet edhe ai ka dobësi, mirë po tjetri transmetim nga Abdullah ibn Mesud, që është në rast tjetër, thotë se Abdullah ibn Mesud kur ka fal një xhenazë ka thonë qara'tu alaiha bi fatihatil kitab. Do të thonë ja lexova elhamdulillah për surën Fatiha në namazin e xhenazës. Kështu që hadithet që e kundërshtojnë këtë, ose jo hadithet, nuk ka hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që e kundërshton, por kjo fjalë Abdullah ibn Mesudit është e dobët. Kurse fjalët Abdullah ibn Abbas dhe Ebu Umame janë sahiha dhe janë të drejtë për drejta. Pas tekbirit parë të lexohet surja Fatiha. Dhe këta dy ethere janë në përputhje me hadithin e përgjithshëm që thotë se nuk ka namaz përveç
me surën Fatiha. Dhe hadithi sahih që me të cilin ose është hasan, pra kur t'ja falni xhenazën të vdekurit, veçojeni atë me dua, do të thënë bëni vetëm për ta dua. Kjo nuk i kundërshton këto, do të thënë kuptimin e haditheve të tjera. Pastaj ka thënë autori rahimahullah, nëse lexon edhe pas surës Fatiha, një sure të shkurt ose një ajet a dy ajete, do të thënë në këtë namaz, nuk ka diçka të keqe. Dhe edhe këtu është argumentuar me një transmetim nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, i cili përmendet se në një xhenazë, do të thënë, ka lexuar surën Fatiha dhe një sure. Edhe i ka lexuar me zë, si tham, dhe ka treguar se, do të thënë, ky ka qenë për t'i mësuar njerëzit, se me zë nuk është sunet. Do të thënë, lexohet pa zë. Mirë po, Abdullah ibn Abbas ka treguar, ka thënë ju lexova me zë, që t'ju mësoj se kështu është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë, kjo surja tjetër është e lejuar, mirë po nuk duhet të jetë e gjatë, edhe nëse mjafton vetëm me surën Fatiha, është në rregull. Pastaj pas tekbirit dytë, do thotë, lexohen salavatet si në namaz, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, do të thënë si namazet tjera në tashahhud. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Pastaj është tekbiri i tretë dhe pas tekbirit të tretë bëhet lutja për të vdekurin. E keni dëgjuar shumë herë se të ne thonë kush nuk e di duan për të vdekurin, ta lexoj surën Fatiha. Dhe ky zëvendësim nuk është as pak i përshtatshëm, sepse tash këtu është vendi që të veçohet, do të thënë, ti bëhet lutje Allahut apo stafat për të vdekurin. Edhe kjo bie në kundërshtim me argumentimin e Hanefive. Do thotë, kanë argumentuar se nuk duhet lexohet surja Fatiha, sepse ky namaz është për dua, pastaj kur vjen momenti i duas, thonë lexoni surën Fatiha. Do thotë kush nuk e di, normalisht secili musliman duhet të mësojë ato që janë transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kjo është prej gjërave themelore, muslimani duhet t'i di, por derisa ta mësoj, do të thënë nëse i ndodh për shembull dikujt sot një xhenaze edhe nuk e ka mësuar akoma këtë që është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë mund të lutet me lutje të përgjithshme. Ti lutet Allahut që ta falë, ta mëshiroj, do të thënë t'ia falë gjunahet, ta përfshi me mëshirën e tij, t'ia lehtësoj sprovën e varrit, ta mbroj prej dënimit të varrit, ta mbroj prej dënimit të xhehenemit dhe t'ia mundsoj xhenetin. Kështu, do të thënë lutje edhe në gjuhën shqipe, por jo diçka tjetër përveç lutjes, do të thënë pas tekbirit të tretë. Kurse ato që janë transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë lutje më të përsosura, edhe më të bukura, edhe janë të lehta. Do të thënë është një Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al-iman Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah. Do thot, o Allah, falja gjunahet të gjallëve tonë dhe të vdekurve tonë dhe atyre që janë prezent dhe atyre që nuk janë prezent, të vegjëlve dhe të mëdhenjve, burrave dhe grave. O Allah, kujt i jep jetë prej nesh, jep jetë në Islam, dhe kujt ja dërgon vdekjen prej nesh, sillja vdekjen duke qenë me iman. Edhe pastaj themi Allahumma la tahrimna ajrahu, do të thonë Allah mos na privo prej shpërblimit të tij. Do të thonë jepi atij shpërblimin e plot, edhe ne gjithashtu që kemi marrë pjesë në xhenazën e tij, na jep shpërblimin dhe mos na devijo pas tij. Do të thonë se tani ne kemi mbetur gjallë, ai e ka mbaruar jetën kurse
jeta vazhdon edhe duhet njeriu të jetë i qëndrueshëm në fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është një prej lutjeve, edhe kjo është shumë e përhapur, mirë po lutja edhe më e fortë edhe më e bukur është një tjetër që është transmetuar nga Auf ibn Malik radhiyallahu anhu dhe këtë transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, do të thonë hadithi është edhe më i fortë. Edhe kuptimet e lutjeve janë më gjithëpërfshirëse. Pra thot Auf ibn Malik radhiyallahu anhu se është falur pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në një xhenaze. Edhe shikoni se në fund thot e ka dëgjuar, do të thonë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam lutjet që i ka bërë, edhe nga bukuria e lutjes ka thonë dëshirova unë të kisha qenë aty i vdekuri. Do të thonë të ishte lut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mua me këtë fjalë. Aty ka thonë Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa ath-thawb kama naqqayta ath-thawb al abyad min ad-danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa adkhilhu al jannah wa a'idhhu min 'adhab al qabr wa min 'adhab an-nar. Do thot, o Allah, falja mëkatet, mëshiroje, mbroje, kemi të regu për fjalën afije, do më thënë, jepi mbrojtje të plot dhe shpëtim, wa'fu anhu, shlyeja krejtësisht gjunahet, nderoje ardhjen e tij, do më thënë sikur si thuhet, do më thënë gjuhën e njerëzve për nderimin e ardhjes së musafirit. Pra, wa akrim nuzulahu, nderoje ardhjen, zbritjen e tij, wa wassi' mudkhalahu, zgjeroja vendin ku do të hyj, laje me ujë, me akull dhe me borë, dhe pastroje prej gjunave siç pastrohet rroba e bardhë, ose siç e ke pastruar rrobën e bardhë prej njollave. Zaventsoja këtë shtëpi me shtëpi më të mirë. Do më thënë këtë që ka lënë në dunja, zaventsoja me më të mirë në ahiret. Dhe me familje më të mirë se familjen që e ka lënë, dhe me bashkëshorte më të mirë se bashkëshorten që e ka lënë, dhe fute në xhenet dhe ruaje prej dënimit të varrit dhe dënimit të xhehenemit. Edhe ka thënë Auf ibn Malik radhiyallahu anhu, hatta tamannaytu an akuna ana dhalika al-mayyit. Do më thënë, saqë kur i dëgjova këto fjalë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dëshirova të kisha qenë unë ai i vdekuri aty. Gjithashtu, edhe kjo lutje është lutje e lehtë për të mësuar. Me të vërtetë, do të thonë shumicën e fjalëve edhe i përdorim në lutje të tjera, edhe ju nxis që ta mësoni sa më shpejt. Po ashtu transmetohet nga Wathila ibn Asqa radhiyallahu anhu, thot se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë ela inna fulan ibn fulan fi dhimmetik. Ka thënë, do thot gjatë lutjes ka thënë filani, i biri filanit, tani është në mëshirën tënde ose në duart e tua, demek në kujdesin tënd, wa habli jiwarik, dhe është në fqinësinë tënde, faqihi fitnet al-qabr, prandaj ruaje prej sprovës së varrit, wa adhabin nar, dhe prej dënimit të zjarrit, anta ahlul wafa'i wal haqq, ti je ai që e plotson premtimin, edhe ti je ai që e meriton gjithë të vërtetën. Allahumma ighfir lahu warhamhu fa innaka antal ghafurur rahim. O Allah, falë dhe mëshiroje sepse ti je falësi dhe mëshiruesi. Pra, do thot, këto janë disa prej lutjeve që janë transmetuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe edhe lutja gjithashtu pa kundërshtim të dietarët e fikut bëhet pa zë. Do të thonë, si gjithë namazi, gjatë namazit xhenazës vetëm tekbiret thuhen me zë dhe selami gjithashtu. Pastaj ka thënë autori rahimahullah, pastaj do të thonë merr tekbirin e katërt dhe jep selam një herë nga ana e djathtë. Ky është suneti në namazin e xhenazës, që të jepet selam vetëm nga ana e djathtë, dhe nuk ka argument për të dhënë selam nga të dy anët.
si ka thonë Ibnul Mundhir, rahimahullah, ka thonë çdo gjë që, do të thënë të gjitha që i mbahen mend nga dietarët, nga njerëzit e diturisë, do thotë, është se namazi është i saktë nëse njeriu jep selam nga njëra anë. Do të thënë secili namaz, të gjitha namazet, farzet edhe nafilet e kështu, vetëm me dhënë selam nga ana e djathtë, namazi është i plotë dhe i saktë. Edhe prandaj këtë e përmendim para se të vi çështja e khilafit, do të thotë të gjithë dietarët thonë se me një selam namazi është i plotë. Por disa prej dietarëve dhe më e vërteta është se në namazin e xhenazës nuk ka selam dytë. Jepet vetëm nga njëra anë. Dhe kanë argumentuar gjithashtu me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wa tahliluha at-taslim. Do të thonë prej namazit delet me selam. Pra arabisht ka thuhet selam njajës, do të thonë që nuk kupton vetëm një. Kurse nëse është për qëllim në të dy anët, do të kishte thënë teslimetani. Do të thonë nëse kishte qenë obligim të jepet selam në të dy anët, atëherë do të kishte qenë në dyjes. Mirë po, këtu është përmendur në njajës. Disa prej sahabeve është transmetuar nga një numër i sahabeve se kur e kanë falë namazin e xhenazës kanë dhënë selam vetëm nga njëra anë, edhe kjo është më e sakta se sahabët janë ata që e kanë ditur më së miri si është falur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kanë prezantuar me të në namazet të ndryshme. Këtë çështje kundërshtojnë Hanefit dhe Shafit, të cilët thonë se është obligim të jepet në të dy anët. Thonë se duhet të jepet në të dy anët, edhe pse edhe ata Hanefit dhe Shafit pra thonë se lejohet vetëm njërën anë. Mirë po, duhet në të dyja. Por për këtë nuk ka argument. Kanë argumentuar me gjithashtu një transmetim nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ku thuhet se në namazin e xhenazës jepte selam si në namazet tjera. Do thotë, pra që nuk kuptohet në të dy anët. Mirë po ky hadith gjithashtu është i dobët. Wallahu a'lam. Pastaj në lidhje me namazin, thot Sheikh Ibn Baz rahimahullah, wa yustahabbu an yarfa'a yadayhi ma'a kulli takbira. Është e pëlqyer, është sunet, ngritja e duarve në secilin tekbir. Do të thënë si në tekbirin fillestar, ashtu edhe në tekbiret tjera. Edhe ky gjithashtu është mendimi i shumicës së sahabëve. Do të thënë çka është transmetuar prej sahabeve në transmetim sahih, përmendet ngritja e duarve në secilin tekbir. Dhe ka thënë Imam Tirmidhiu rahimahullah, shumica e dietarëve prej sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe prej dietarëve të tjerë është se duhet të ngrihen duart në secilin tekbir në namazin e xhenazës. Edhe ky është medhhebi i Shafive dhe Hambelive. Gjithashtu, do të thënë në medhheb Shafi dhe Hambeli është sunet ngritja e duarve. Është transmetuar nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma se e ka fal namazin e xhenazës dhe i ka ngritur duart në secilin tekbir. Ky është hadith sahih që e ka transmetuar Imam Buhari në sahihun e tij, mirë po është nivel tjetër i transmetimit, thuhet ta'liq, që nuk është në nivelin e haditheve sahih që janë në Sahihul Buhari, mirë po sidoqoftë ky hadith është sahih, se Abdullah ibn Umar i ka ngritur duart në secilin tekbir në namazin e xhenazës. Po ashtu është transmetuar edhe si hadith marfu, mirë po është shadh, do të thënë që i kundërshton hadithet sahiha. Mirë, kurse Hanefi, Maliki dhe Dhahiri gjithashtu e kanë kundërshtuar këtë mendim dhe kanë thënë se nuk është sunet ngritja e duarve në tekbiret e namazit xhenazës. Dhe kanë transmetuar një hadith, ose kanë argumentuar në një hadith që transmetohet nga Abdullah bin Mas'ud, u përmend më herët, dhe ky është hadith i dobët, ku thuhet se i ka ngritur duart në tekbirin e parë dhe nuk e ka përsëritur më, do të thënë ngritjen e duarve.
Dhe ky transmetim është i dobët. Kurse e saktë është se ka marrë tekbirin e parë dhe i ka ngritur duart. Pastaj ka përmendur se si e ka falur namazin, nuk thuhet aty, nuk i ka ngritur më duart. Domethënë ai është transmetim më i saktë, wallahu a'lam. Këtë hadith gjithashtu e ka bërë ka thonë se është i dobët edhe Imam Bukhari. Domethënë i përmendi vetëm disa se ndoshta qëllimi i mësimeve i këtij libri është për masat e përgjithshme, jo për të specializuar në dituritë e hadithit e kështu me radhë. Mirë po, e shohim se njerëz shumë kam përmendur edhe tjetër herë kanë zemër ngushtësi në këtë ndjekjen e mëdhëhebeve. Edhe mendojnë se ne jemi armiq të mëdhëhebeve ose armiq të dietarëve. Kjo nuk është e vërtetë. Edhe se flasim vetëm, në asnjë bazë, prandaj duhem të tregojmë se nëse i marrim të i hulumtojmë argumentet në të cilat janë bazuar dietarët, duhet ta shohim se do thotë e kemi obligim ta ndjekim të vërtetën, që është e vërtetuar në hadithe sahiha, që është nga sahabët ose nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kuptohet se ligjvënës është vetëm Allahu subhanahu wa taala dhe feja merret nga libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, fjalët e sahabeve janë shpjegim, edhe ata kanë jetuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, patjetër se e dinë më saktë se si është rruga dhe suneti në secilin prej ibadeteve. Po tjetër, gjithashtu kanë argumentuar edhe me hadith tjetër nga Bara ibn Azib, se kur e fillonte namazin e xhenazës, i ngrinte duart dhe nuk e përsëriste. I ngrinte duart, do të thonë në fillim dhe nuk e përsëriste këta, edhe ky është hadith i dobët. Mirë, pastaj thot imami Sheikh Ibn Baz rahimahullah thot: "Wa idha kana al-mayyitu imra'atan yuqal Allahumma ighfir laha." Pra pasi u përmendën lutjet. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Këtu duhet të kemi pak kuptim për gjuhën arabe, se domethënë këtë fjalë që e shohim këtu hu në fund, ighfir lahu warhamhu. Domethënë kjo është përemër për gjinin maskullore. Domethënë prandaj nëse është xhenazja grua, gjatë duaz duhet themi Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Domethënë me këtë përemrin ha, që është për gra. Domethënë sikur edhe në shumë gjuhë që ka, domethënë përemrat kanë gjini. Nëse janë dy xhenaze, njëkohësisht, duhet thuhet huma. Domethënë jo hu, po as ha, por huma. Nëse janë më shumë se 2, 3 më shumë, domethënë thuhet hum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. E kështu deri në fund të lutjes. Pastaj ka thonë amma idha kana faratan. Nëse është fëmijë, xhenazja e fëmisë, atëherë thuhet në vend të kësaj duas që u përmend, thot Sheikh Ibn Baz, thuhet Allahumma ij'alhu faratan wa dhukhran liwalidayhi wa shafi'an mujaban. Do të thonë Allah bëje atë dhe me paraprirës në xhenet, edhe bëje pasuri për prindët e tij, edhe bëje ndërmjetës që pranohet, do të thonë në ahiret, që sepse fëmia ndërmjetëson për prindrit kur ka vdekur, do të thonë nën moshën 7 vjeçare. Dhe pastaj thot o Allah, rëndoja me të peshoret prindërve të tij dhe shtoja shpërblimet. Pastaj thot bashkoje me paraardhësit e mirë të besimtarve dhe bëje në kujdestarinë e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Dhe ruaje me mëshirën tënde, ruaje prej dënimit të xhehenemit. Këtë dua e ka përmendur autori rahimahullah. Mirë po, nuk dim ku ka ndonjë hadith që e përmend këtë dua. Është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
që ka thonë Allahumma ij'alhu lana faratan wa salafan wa ajra. Do thotë, është transmetuar nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, do thotë Allah baje atë paraprirës, paraardhës dhe shpërblim. Do thotë me këto fjalë. Dhe gjithashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që për fëmijën që vdes bëhet dua për prindët e tij. Ka thonë wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati war rahma. Do të thonë bëhet dua, lutje për prind. Do të thonë që t'i kaploj mëshira dhe falja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Disa prej dietarëve kanë thënë që mjafton bëhet vetëm për fëmijën, do të thonë për xhenazën. Por më saktë është që dua duhet bëhet më shumë për prindët e fëmijës, nëse është në moshën 7 vjeçare, wallahu a'lam. Po, kjo është forma e namazit të xhenazës. Pastaj përmend autori rahimahullah një çështje tjetër, që është ku duhet qëndroj imami në lidhje me xhenazën që e ka përpara. Xhenazja duhet shtrihet para imamit, do të thonë, shtrihet në shpinë me krahun e djathtë në drejtim të kibles. Pastaj thot autori was sunnatu an yaqifa al-imamu hadha ra'si ar-rajul. Do të thonë, suneti është që imami të qëndrojë në drejtim të kokës të xhenazës, nëse është mashkull. Wa wasat al-mar'a. Dhe nëse është grua, në mes. Do të thonë në drejtim të mesit të gruas. Dhe nëse janë më shumë, atëherë më afër imamit është burri, do të thonë nëse ka meshkuj dhe femra xhenaze, atëherë më afër imamit janë meshkujt, pastaj në drejtim të kibles janë femrat. Më thotë kjo është suneti në renditjen e xhenazeve, gjatë namazit të xhenazës. Nëse është një burr, do të thonë qëndron imami te koka, në drejtim të kokës së tij. Nëse është një grua, në drejtim të mesit të saj. Nëse janë më shumë, përmend tani edhe më në detaje, do të flasim prap. Do të thonë burrat meshkujt janë më afër imamit, kurse femrat më afër kibles. Për këtë ka disa argumente, edhe nuk ka shumë kundërshtim, prandaj ka disa argumente që janë transmetuar prej sahabëve dhe ata kanë treguar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ka qëndruar në drejtim të kokës të burrit dhe në drejtim të mesit të gruas. Pastaj ka thënë wa an yakuna ar-rajulu mimma yali al-imam idha ijtama'at al-janaiz. Edhe si tham, pra nëse ka më shumë se një xhenaze, burri të jetë më afër imamit. Wal mar'atu mimma yali al-qibla, kurse gruaja më afër kibles. Wa in kana ma'ahum atfalun quddima as-sabiyyu 'ala al-mar'a. Nëse ka edhe fëmijë, do të thonë më shumë xhenaze, në të cilët ka edhe burra dhe gra dhe fëmijë, atëherë djemt vihen para grave, pastaj gruaja, pastaj vajza. Do të thonë renditen në këtë mënyrë që burrat ose një burr nëse është më afër imamit, pastaj pas tij djem që janë fëmijë, do të thonë meshkuj, pastaj gratë, pastaj vajza. Do thotë dhe vajza llogariten ato që janë në moshën 7 vjeçare. Këto, do thotë siç e pam, pra pasi imam në lidhje me xhenazën mashkull duhet të qëndrojë në drejtim të kokës. Do thotë edhe kur renditen më shumë, nëse janë, duhet të njëjtin drejtim ta kenë. Do të thonë vendoset xhenazja e burrit rritur. Dhe nëse ka fëmijë, vjen pas burrit, fëmia, duhet të jetë barazimi, do të thonë duhet të jetë në anën e kokës. Do të thonë duhet barabart me kokën e burrit. Pastaj vin gratë dhe gruaja, do të thonë duhet të jetë mesi i saj në drejtim me kokën e burrave. Kurse pas tyre gjithashtu vin vajzat që duhet të jenë në, do të thonë drejtimi duhet të jetë në mes. Pra për të qenë në drejtimin e duhur me imamin.
Kurse xhamati qëndrojnë pas imamit në rreshta, në safa, siç dihet te muslimanët. Përveç nëse dikush nuk gjen vend pas imamit, do të thënë nuk ka vend aty, nuk i nxe ku janë duke falë xhenazën, atëherë mund të qëndrojnë edhe në drejtim me imamin, në anën e djathtë të imamit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma min mayyitin tusalli alayhi ummatun min al-muslimina yablughuna 100 kulluhum yushaffa'una lahu kulluhum yashfa'una lahu illa shuffi'u fihi." Do thotë secili musliman që vdes edhe ja falin atij xhenazën një xhamat që edhe nëse arrin deri 100, të gjithë atyre u pranohet shefati për xhenazën. Dhe në hadith tjetër ka thonë: "Ma min rajulin muslimin yamut fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan", do të thonë secili musliman që vdes dhe ja falin xhenazën 40 veta, la yushrikuna billahi shay'a, të cilët nuk i bëjnë shirk Allahut asnjëherë, atëherë illa shafa'ahumullahu fi. Do të thonë atëherë Allahu i bën ndërmjetësues për atë musliman. Por pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sahabët e kanë falur xhenazën vetë. Do thonë pasi nuk është nxjerr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga dhoma e tij, edhe kanë hyrë grupe, do të thonë nga pak, nga 2-3 veta ose 5 veta, kanë hyrë, ja kanë falë xhenazën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një nga një. Edhe kjo është më e mira për pejgamberin e Allahut, sepse është përsëritur shumë herë namazi i xhenazës për të. Kurse për musliman tjerë, do të thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka falë në këtë mënyrë, pra me xhamat, imami qëndron kështu si e përshkruam, kurse xhamati radhiten pas tij në safa, si në çdo namaz tjetër. Pastaj thot autori rahimahullah, thaminan, çështja e 8 në lidhje me çështjet e xhenazës është mënyra e varrosjes. Ka thënë el-mashru'u ta'miqu al-qabri ila wasati ar-rajul. Do të thënë është e ligjshme që varri të bëhet i thellë, edhe më spaku deri në mes, do të thënë deri te beli i burrit. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ihfiru wa awsi'u wa ahsinu wa a'miqu." Do të thënë hapeni varrin, edhe bëheni të gjerë dhe bëheni të bukur, mirë, do të thënë të rregulluar dhe të thellë. Do të thënë suneti i islamit, do të thënë ose rruga e islamit është që varri të jetë i thellë, edhe të bëhet i bukur, i drejtë. Do të thënë jo vetëm grop, po duhet të jetë i rregulluar dhe duhet të jetë i gjerë, që të lëshohet i vdekuri me lehtësi aty. Edhe përmend një prej ensarve, një prej sahabeve, prej ensarve, i cili ka qenë fëmijë, thotë kemi dalë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenazën e një njeriu prej ensarve, dhe unë isha fëmijë i vogël me babain tim. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëndroi afër varrit të tij dhe i thoshte atij që është duke hapur varrin: "Awsi min qibali ar-ra's, awsi min qibali ar-rijlayn", do të thënë zgjeroje nga ana e kokës, zgjeroje edhe pak nga ana e këmbëve, do të thënë i ka thënë që ta bëj varrin të mirë dhe të gjerë. Dhe dobia prej kësaj është që të mbrohet, do të thënë xhenazja, të jetë e mbuluar mirë dhe mos ndodhe që për shembull ndonjë vërshim ose errat ose kafshët që gërmojnë, do të thënë mos e nxjerrin atë xhenazë. Edhe gjithashtu kanë përmendur se dobia e thellimit, do të thënë që të jetë i thellë, është po ashtu edhe mos dal era e të vdekurit, sepse secili kur fillon të kalbet trupi i tij e ka erën jo të këndshme. Pastaj thot autori rahimahullah: "Wa an yakuna fihi lahdun min jihati al-qibla wa an yuda'a al-mayyitu fi al-lahdi ala janibihi al-ayman." Shikoni, në lidhje me hapjen e varreve. Do të thënë varri, alhamdulillah, gjithë muslimanët e dinë se duhet
të jetë i hapur në atë mënyrë që krahu i djathtë do të jetë në drejtim të kibles. Mirë po, format e varreve janë dy lloje. Do të thënë ka varr, njëherë kuptohet se gërmohet varri në thellësi. Pastaj kur arrihet thellësia e duhur, ka dy mënyra të hapjes varrit. Njëra mënyrë është që ana e kibles të hapet si në mënyrë të raftit, do të thënë, poshtë, në fund të varrit, në anën e kibles, hapet një vend, do të thënë, ku do të vendoset xhenazja. Edhe pastaj, ky vend mbyllet me tullë të baltës, me plithar ose qerpiç, si i thonë të ne, edhe pastaj mbulohet gropa. Kjo është më e mira dhe kjo është më sunet. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam se për ne është lahd. Ky quhet lahd. Kjo formë e varrit është lahd. Kurse tjetra formë, ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam lahdi është për ne, do të thonë për muslimanët, kurse ash-shiq për ta, për mosbesimtarët. Do thotë shiq është që pra kur hapet varri deri në thellësinë e vet që duhet, atëherë në mes të varrit bëhet një kanal ku do të vendoset i vdekuri. Do thotë kjo është forma e dytë. Dhe kuptohet se e para është më e pëlqyer. Mirë po, kur është toka e butë dhe nuk mbahet, nëse hapet në atë mënyrë, do të thonë shembet, atëherë lejohet, nuk ka ndonjë pengesë që të bëhet forma e dytë, ash-shiq. Dhe në të dy këto forma, xhenazja vendoset në krahun e djathtë, e shtrirë në krahun e djathtë, duke pas fytyrën ka kible. Do të thënë ky është suneti dhe nuk shtrihet xhenazja vetëm në shpinë, do të thënë, por duhet të vihet në krahun e djathtë me fytyrën ka kible. Thot wa an yuda al-mayyitu fi al-lahdi ala janbihi al-ayman. Do të thënë vihet i vdekuri në lahd. Do të thënë këtë që e përshkruam, ose në shumë prej vendeve tona, pasi toka është gjitha dhe, jo i kapur, edhe ka lagështi e kështu me radhë, dhe nëse mundohet ai që gërmon varrin ta bëjë në këtë formë, në shumicën e vendeve shembet. Atëherë nëse shembet, nuk ka problem që të bëhet edhe në mes, do të thënë hapet në mes të varrit një kanal i përshtatshëm ku do të vendoset xhenazja, do të thënë në krahun e djathtë, i kthyer me fytyrë ka kible. Dhe kjo për kthimin e xhenazës ka kibla ka disa argumente. Një, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam për Ka'ben, el-Masjidul Haram ose el-Beitul Haram, ka thënë qibletukum ahya'an wa amwata. Do të thënë Ka'bja është kibla juaj kur jeni gjallë dhe kur të vdisni. Do të thënë edhe në varr duhet të jetë njeriu ka kibla. Po ashtu është transmetuar nga Omeri radhiyallahu anhu që ka thënë hadhihi al-qibla ahjarun nasabaha Allah. Do të thënë kibla është një grumbull ose disa gur të cilat i ka vendosur Allahu, do të thënë gur me të cilat është ndërtuar Ka'bja. Qiblatan li ahya'ina wa nuwajjihu ilayha mautana. Ka thënë kjo është kible për të gjallët në namaz dhe në atë drejtim i drejtojmë të vdekurit tanë, gjithashtu. Do thotë kështu duhet të jetë i vendosur në varr. Pra këto janë argumentet. Edhe kuptohet se në këtë mënyrë kanë varrosur sahabët pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe kjo është transmetuar dhe është përmendur se në këtë mënyrë është i varrosur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse këtë mënyrë kanë kundërshtuar Hanefit dhe Malikit, të cilët thonë se nuk është sunet, domethënë. Por nuk është obligim, por thonë se është sunet. Dhe të këto argumente që i përmendëm janë në bazë të atyre një numër i dietarëve thonë se është obligim në këtë mënyrë të vendoset xhenazja, kurse Hanefit thonë se është sunet, edhe nuk është patjetër, edhe me keqardhje të madhe, nuk e themi për shaka se është duket si qesharake, në vendet tona muslimanët duke pretenduar se janë Hanefi,
kur thonë se diçka është sunet, sikur me qenë haram me bë. Do të thonë, pra nëse pajtohemi se është sunet, duhet t'i bëjmë varret sipas sunetit. Mirë po, mendimi më i saktë është se është obligim. Por nëse është sunet, pse nuk e bëhet? Pra prandaj le të jetë këshill për të gjithë muslimanët dhe në veçanti për hoxhallarët që e kanë detyrën dhe përgjegjësinë për t'i udhëzuar njerëzit, edhe sidomos në varrime marrin pjesë hoxhallarët edhe i orientojnë se si duhet varroset, duhet t'i tregojnë, domethënë për këtë mënyrë të rregullimit të varrit dhe për vendosjen e xhenazës në pozitën e saktë. Pra, Hanefit kanë thonë se është sunet, edhe kanë thonë gjithashtu se argument se nuk është obligim, është ajeti fa inma tuwallu fa thamma wajhullah, do të thënë gado që ktheheni është ana e Allahut edhe fytyra e Allahut. Dhe kjo nuk është argument që i anulon ato që i përmendëm, wallahu a'lam. Pastaj thotë wa tuhallu uqadul kafan wala tunza bal tutrak. Pastaj i zgjidhen ato nyjet e qefinit, do të thënë përmendëm për qefinin, nuk e përmendëm se lidhet, po përmendëm vetëm se si mbështillet, do të thënë me qefinin. Patjetër këtë qefin duhet ta lidhim me diçka, me rripa që i ndajnë nga pjesa e qefinit. Do thotë duhet lidhet që mos hapet gjatë bartjes e gjatë lëshimit në varr kështu me radhë. Do thënë duhet të jetë i lidhur. Mirë po, pasi lëshohet në varr, do thotë kjo nevojë që të jetë i lidhur nuk është më, atëherë i lirohet, do të thënë zgjidhen ato, edhe lihen ashtu, nuk hiqen. Pra kjo është nuk ka diçka të prerë, do të thënë është mendimi i shumicës dietarëve, nuk ka diçka të prerë që është obligim ose diçka e tillë, por siç tham, kjo qefinosja është ashtu si folëm në mësimin e kaluar, kurse lidhja është vetëm për nevojën, që është, do të thënë, gjatë bartjes mos hapet qefini. Pastaj kur lëshohet në varr, do të thënë ka mbaruar kjo nevojë, atëherë zgjidhen ato dhe lihen ashtu. Pastaj ka thonë wala yukshafu wajhuhu sawa'an kana al-mayyitu rajulan aw imra'atan. Dhe nuk i hapet fytyra, pa marrë parasysh është burr ose grua. Do thotë lihet i qefinosur ashtu si është quar të varri, përveç nëse është në ihram. Atëherë nuk i është mbulu fytyra edhe koka. Thot, thumma yunsabu alayhi al-labin wa yutayyan hatta yathbuta wa yaqihi at-turab. Pastaj vendosen tulla, ose më saktë, do të thënë siç e dimë në të vjetrit e dinë qerpiç në vendin tonë i thonë, kurse në gjuhën shqipe i thonë plithar, do të thënë tulla prej balte. Ato renditen edhe bëhen me balt, do të thënë që mos i bjerë dheu xhenazës kur të flasim për lahdin. Do të thënë në lahd në këtë mënyrë që mos i bjerë direkt dheu xhenazës, por të mbulohet aty në atë hapësirën që është hapur. فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب. Do të thënë nëse nuk gjenden kështu tulla, nuk ka mundësi, atëherë mjafton me çdo gjë tjetër, për shembull drasa ose rasa gurri ose dru, do të thënë me rëndësi është që mos i bjerë direkt, mos mbulohet, do të thënë direkt me dhë. Pasi të përfundoj kjo, atëherë hidhet dheu që është hequr nga hapja e varrit. Do të thënë nuk është përmendur këtu, mirë po, ne duhet ta përmendim se nuk është e lejuar që të sillet dhe prej dikun tjetër ose diçka tjetër. Dhe ose diçka tjetër, të sillet në ndonjë vendi tjetër, por vetëm ai dhe që është nxjerr nga hapja e varrit, do të thënë i njëjti kthehet. Dhe thotë është e pëlqyer kur lëshohet i vdekurin varr, të thuhet bismillah wa ala millati rasulillah. Do të thënë kjo është që është përmendur nga Omeri radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur vinte
një xhenazë, do të thënë një të vdekur në varr, thoshte bismillah wa ala millati rasulillah. Do të thënë me emrin e Allahut dhe sipas fesë së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë idha wudi'a al-mayyitu fi qabrihi falyaqul alladhina yad'unahu hina yudha fi al-lahdi. Do të thënë kur të lëshohet i vdekuri në varr, ata që janë duke lëshuar leta do të thënë në momentin që e lëshojnë te lahdi, le të thonë bismillah wa billah wa ala millati rasulillah. Do të thënë me emrin e Allahut dhe me ndihmën e Allahut dhe sipas fesë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thënë wa yurfa'u al-qabru qadra shibrin. Dhe pastaj do të thënë varri ngrihet një pëllamb. Do thotë kur kthehet dheu i njëjt, pa marrë parasysh edhe nëse është përmi një pëllamb, më rëndësia është se nuk duhet të jetë qëllimisht të vendoset diçka që të bëhet më shumë se një pëllamb përmi tokën. Ka thonë pra Xhabiri radhiyallahu anhu thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i është bërë lahd edhe janë vënë tulla, do të thonë, dhe pastaj kur është mbuluar, varri është ngritur në përafërsisht, do të thënë një pëllamb përmi tokë. Kjo është, do thotë, qëllimi është se mos shtohet më shumë edhe mos ngrihet me qëllim më lart, do thënë që dallohet nga të tjerët. Edhe gjithashtu shenjat që vendosen duhet të jenë gur i thjesht te koka, do të thënë gur natyral i gjetur në natyrë, edhe nuk duhet të jetë nuk duhet mbetet, do të thënë përmi më shumë se një pëllamb. Pra gur jo i gdhendur, edhe jo i shkruar në të, por vetëm si shenjë se aty ka varr. Pastaj gjithashtu ka thënë wa yudau alayhi hasba in tayassara dhalik. Edhe është mirë që t'i hidhet përmi, do të thënë një shtresë me gur, pra si zhavor, do thotë përmi, ose gur më të mëdhenj, dhe të mbulohet varri me këto gur, nëse ka mundësi. Do të thënë nuk është patjetër, por qëllimi kryesor është mbrojtja e varrit, sidomos nga erërat edhe nga këto kafshët që gërmojnë. Dhe ka thënë wa yurashu bil ma, edhe i hidhet përmi ujë. Edhe hedhja ujit gjithashtu është për që të kapet ai dheu që është hedhur përmi, do të thënë mos e bartin errat, pastaj, do të thënë për këtë qëllim është hedhja e ujit dhe nuk ka lidhje me ndonjë besim, do të thënë. Këtë duhet ta dinë, pra nëse shihet se ka nevojë të hidhet ujë që të flej dheu edhe të laget, kapet me zveti, mos e zbuloj era, atëherë mirë. Por nëse dikush mendon se hedhja e ujit i ndihmon diçka të vdekurit, ose se ja freskon varrin e kështu me radhë, do të thënë këto janë të ndaluara, nuk ka bazë në shariatin tonë. Gjithashtu është mirë, nuk e di ku kaloj, do thotë që varri do të thënë ky dheu të shtypet pak a shumë, edhe të bëhet në formë të do thotë me maje, me thonë, pra ai dheu më në fund mblidhet edhe formohet si një kodër e vogël. Do thotë kështu është suneti. Por disa prej dietarëve kanë thënë se duhet të rrafsohet. Do thotë të bëhet i rrafsh. Edhe kanë argumentuar me hadithin që transmeton Aliu radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la tada qabran illa sawaita. Do të thënë mos lër asnjë varr pa e rrafsuar. Do të thënë secilin varr që ta shohësh rrafsoje. Por ky hadith është për qëllim për varret që janë të ngritura, do të thënë më shumë. Kurse kur varroset, do të thënë ai dheu që ka dalë, nuk është obligim, do të thënë të merren mjete për ta bërë rrafsh,
por vetëm grumbullohet, bëhet grumbull, do të thënë dheu, edhe mirës shtypet pak, nëse ka mundësi gjithashtu i hidhen gur për mi, është forma më e mirë. Dhe gjithashtu varri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë në këtë mënyrë që thamë, do të thënë si formë kubes kur mblidhet, do thotë, kur mblidhet dheu, bëhet në formë të kodrës vogël. Pastaj thot ata që e përcjellin xhenazën, që kanë marrë pjesë, do të thënë, në namaz dhe kanë përcjell deri te varri dhe kanë varrosur, është mirë që të qëndrojnë pak një kohë aty dhe të luten për të vdekurin, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e mbaronte varrimin e dikujt, qëndronte te varri i tij, edhe thoshte istaghfiru li akhikum fa in was'alu lahu at-tathbit. Pra kërkoni falje për vllajën tuaj dhe lutjuni Allahut që ta përforcoj, fa innahu al-ana yus'al, sepse ai tani është duke u pyetur. Pra njerëzit, do të thënë, duhet të rinë për disa çaste, edhe të bëjnë dua për vdekurin, pastaj largohen. Nuk ka në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndonjë veprim tjetër që bëhet te varri. Do të thënë, këto që i përmendëm që nga momentet kur është duke vdekur, edhe deri në mbarimin e varrimit, janë të transmetuara nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pas mbarimit të varrimit, gjithashtu është transmetuar kjo. Pra që ka thënë, të qëndrojnë një kohë dhe të luten Allahumma ighfir lahu, do të thënë Allah fale, o Allah përforcoje, sepse në atë moment ai është duke u pyetur. Dhe nuk ka asgjë tjetër. Do të thënë asgjë përveç kësaj. Leximi i Kuranit është ndaluar, edhe dhikri me xhamat, edhe dhikrin përgjithësi, do të thënë aty nuk bëhet dhikr, tekbire, kështu me radhë, por bëhet vetëm lutje për të vdekurin, edhe ajo që përmendëm në lidhje me talkinin edhe në mësimin e kaluar, edhe sot përmendim se ky është një prej bidateve më të shëmtuara. Nuk them bidati më i keq, se ka edhe bidate më të këqija, po është me të vërtet bidati shëmtuar dhe totalisht në kundërshtim me logjikën e shëndosh dhe me sheriatin dhe me akiden. Do thotë, si ka mundësi muslimanit besoj që njeriu kalon nga kjo botë, shkon në botën e berzehut, është botë e gajbit. Dhe aty Allahu i dërgon dy melajke që do ta marrin pyetje. Dhe pyetjeve u përgjigjet njeriu sipas jetës që ka jetuar. Domethënë sipas veprave të tij, edhe sipas besimit të tij kur ka qenë gjallë. Edhe kjo është provim që Allahu e ka prunë provim këtë njeri, edhe të vi dikush nga kjo botë, t'i afrohet te varri edhe t'i përshpëriten vesh, thuj kështu, përgjigju ashtu. Domethënë është me të vërtet shumë bidati shëmtuar dhe shumë nënçmim, sikur tallje si tallje me fenë dhe me besimin e muslimanëve. Dhe me të vërtet kjo duhet të hiqet patjetër dhe të zbatohet suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe asgjë tjetër. Nëse dikush gjen ndonjë argument nga libri i Allahut ose suneti sahih nga hadithet sahiha që ka bërë këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë të gjithë do të nxitojmë ta zbatojmë. Mirpo pasi nuk ka, atëherë është bidat, padyshim, edhe është ndaluar. Po përveç kësaj, me të vërtet është punë shumë e shëmtuar, edhe është me të vërtet tallje me akiden e muslimanëve, tallje me besimin e muslimanëve. Edhe ka edhe një traditë edhe më të keqe, më të shëmtuar aty, se e thrasin me emrin e nanës. Jo se nuk lejohet, mund t'i thohet dikujt i biri i filanes, nuk ka diçka të ndaluar në sheriat, por është shkaku pse e thrasin, thënë sepse nuk mund të jemi të sigurt kush është baba i tij. Do thënë kjo është prej punëve më të shëmtuara që thuhen për muslimanët, edhe muslimanet. Do të thënë në atë moment që e përmendin emrin e nënës së atij të vdekurit, do thotë me atë ata e akuzojnë atë nënë, se ka mundësi nuk ka qenë burri i saj, nuk ka qenë baba i asaj fëmije. Allahu na ruajt, thotë kështu bidati e çon njeriu në këto nivele të ulta, shkatërruese, edhe që padyshim se e prishin fejnë.
Po, çështja e 9 që është përmendur, ka thënë wa yushra'u liman lam yusalli alayhi, an yusalli alayhi ba'da ad-dafn. Nëse dikush nuk e ka arritur xhenazën, lejohet, edhe është e ligjshme që t'ja falet xhenazën te varri, pasi është varrosur. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك sepse këtë ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka ndodhur që një grua, që ka qenë një grua zezake, e cila e ka fshirë xhamin, ka vdekur, edhe kanë varrosur. Edhe kur nuk e ka parë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka pyetur për të, i kanë thënë se ka vdekur pram, edhe kemi varrosur. Atëherë ka thënë pse nuk më lajmëruat, dhe ka thënë ma tregoni varrin, dhe ja kanë treguar ku e ka varrin, ka shku te varri i saj dhe ja ka falur xhenazën. Po ashtu ka ndodhur edhe një rast tjetër, se thot transmeton Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, thot se një njeri të cilin e vizitonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë smundjes, ai njeri ishte i smur dhe vizitonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai vdiq natën dhe e varrosën natën. Pra shikoni suneti i sahabeve në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që me një herë pas vdekjes, edhe nëse ka vdekur natën, e kanë varrosur gjatë natës. Do të thënë nuk është sunet që të vonohet xhenazja, por duhet të varroset me një herë. Edhe nëse ndodh natën, pra nuk ka asnjë pengesë në shariat që të bëhet varrimi natën. Kurse të ne kanë do para dite, pas dite, pasi qindije, nuk lejohet akşam. Do të thënë nuk ka asnjë periudhë të natës ose ditës kur nuk lejohet varrimi, përveç ato kohë që është ndaluar namazi. Do të thënë duke lindur dielli në zenit dhe duke perënduar. Kurse kohë tjera, të gjitha mund të falet edhe namazi i xhenazës, edhe varrimi gjithashtu. Po, do thotë lejohet që njeriu që nuk e ka arritur, pra nuk është sunet që të pritet të vijë dikush prej larg, por varroset shpejt, edhe ata që vinë më vonë mund t'ja falin xhenazën te varri, nuk ka pengesë, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë. Edhe gjithashtu ka transmetime prej sahabeve që u kanë falë xhenazë njerëzve te varri, pasi është varrosur. Thot Sheikh Ibn Baz, ala an yakuna dhalika fi hudud shahrin fa aqall. Do të thonë që me kusht që të jetë brenda një muaji, do të thonë deri një muaj ose më pak. Fa in kanat al muddatu akthar min dhalika lam tushra' as-salatu 'ala al-qabr. Nëse është më shumë se një muaj, nëse ka kaluar më shumë se një muaj, do të thonë nga varrimi, atëherë nuk është i ligjshëm namazi i xhenazës te varri. Dhe thot nuk është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ja ka falur xhenazën dikujt më shumë se, do të thonë më vonë se një muaj pas varrimit të tij. Pra ky është mendimi i Sheikh Ibn Bazit, të cilin e kanë kuptohet një numër i dietarëve. Dhe argumentet janë ato që përmendet se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka falur Ummu Sa'dit radhiyallahu anha, ja ka falur namazin e xhenazës një muaj pasi është varrosur, sepse nuk ka qenë në Medinë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në transmetim tjetër thuhet se është falur pas një muaji, do të thënë pas varrimit një muaj. Është kundërshtuar ky argument, se kanë thënë se është hadith shadh, do të thënë se është i dobët. Por edhe nëse është sahih, kjo vepër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka fal xhenazën dikujt një muaj pasi është varrosur, nuk do të thonë se nuk lejohet më shumë se një muaj. Edhe gjithashtu transmetohet se Aisha radhiyallahu anha kur është kthyer, do të thonë ka vdekur vllai i saj Abdulrahman ibn Abi Bekr, dhe kur është kthyer Aisha pas një muaji, ja ka fal xhenazën te varri. Do të thonë edhe kjo është si argument. Mirë po, si tham, këta argumente nuk e ndalojnë të falet edhe më vonë. Dhe disa prej dietarëve kanë thënë se pas një muaji është
është prish, do të thonë nuk është më në varr. Do thotë është kalbur trupi i tij, por dietar thonë se eshtrat vazhdojnë edhe më shumë se 1 muaj. Edhe nëse është kalb mishi, do të thonë nuk është pengesë që eshtrat janë prezente, do të thonë në varr, prandaj lejohet të falet edhe më vonë. Dhe mendimi më mesatar është, thotë varet nga lloji i tokës. Do të thonë disa toka xhenazja prishet shumë shpejt, do thotë shpërbëhet shumë shpejt, në disa më ngadalë. Prandaj nëse dihet sipas përvojës se nuk është shpërbër trupi i tij, do të thonë eshtrat janë, atëherë mund t'i falet edhe nëse është shumë më vonë. Mund të vi dikush nëse vjen më vonë, edhe ka ndonjë lidhje me atë njeri ose ndonjë vlera njeri, do të thonë lejohet që të shkojë te varri dhe t'ia falet xhenazën atij, pasi nuk ka prezantuar në kur ja kanë fal musliman xhenazën. Por nëse dihet nga përvoja se është shpërbër trupi i tij edhe nuk ekziston më në varr, atëherë nuk i falet. Pastaj ka përmendur çështje tjera autori rahimahullah. Thot, la yajuzu li ahli al-mayyit an yasna'u ta'aman lin-nas. Do të thonë nuk lejohet familjarët e të vdekurit të përgatisin ushqim për njerëzit. Sepse Xherir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, ky sahabi i madh, ka thonë, kunna na'uddu al-ijtima'a li ahli al-mayyit, e kemi llogaritur, edhe kjo është prej këtyre haditheve që thash, fjalë sahabijut, por që ka kuptimin e hadithit marfu, sepse thotë llogaritnim, do të thonë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra kështu e kemi ditur që tubimi te familja të vdekurit dhe bërja përgatitja e ushqimit pas varrimit e llogaritnim se është vajtim. Kurse vajtimi është i ndaluar. Këtë hadith e transmeton Imam Ahmedi me sanad hasan ose sahih. Kjo sahabët kanë thënë se ky veprim quhet niyaha. Do të thonë nëse e përkthejmë do thotë vajtim. Kurse vajtimin e ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë an-naihatu idha lam tatub qabla mautiha tuqamu yawm al-qiyamah, dhe vajtuesja nëse nuk pendohet para vdekjes së saj, ringjallet në ditën e gjykimit, wa alejha sirbalun min qatiran, dhe ka, do të thënë vishet me mburoj prej xhehenemi. Wa dir'un min jarab, edhe do thot parzmore, si thon, prej zgjebjes, do të thon prej dënimeve të xhehenemit. Pra vajtimi për të vdekurin është prej mëkateve të mëdha dhe ka dënime të rënda. Dhe sahabët kanë thonë këtë përgatitjen e ushqimit për njerëzit, pra familja që të përgatisë ushqim për njerëzit dhe tubimi të shtëpia e të vdekurit janë prej formave të vajtimit. Kurse thot nëse dikush tjetër përgatit ushqim për ta, për familjarët dhe për musafirët që i kanë, se ka mundësi ka ardhur dikush prej të afërmve të tyre, ka ardhur për varrim, edhe janë shtëpinë e tyre, atëherë përgatitja e ushqimit për ta është e ligjshme. Edhe këtë duhet ta bëjnë të afërmit dhe fqinjet. Do të thonë duhet t'u bëjnë ushqim. Ato disa ditë në fillim, do të thonë fqinjet dhe të afërmit tjerë duhet t'i japin ushqim familjarëve dhe jo të shkojnë te familjarët, do të thonë që të hajnë ushqim. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kur i ka ardhur lajmi se ka vdekur Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu në Sham, atëherë ka urdhëruar që t'u bëjnë, do të thënë njerëzit apo familjarët dhe të afërmit t'u bëjnë ushqim këtyre familjes së Xhaferit radhiyallahu anhu. Po. Disa ditë sa është ajo brenga, sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fa innahum atahum ma yushghiluhum, sepse atyre tani ju ka ndodhur diçka që i preokupon. Do të thonë nuk e kanë mendjen të përgatisin ushqim për vete.
ndoshta është 3-4 ditë ose disa ditë, do të thënë derisa të kaloj ajo brenga e rëndë, sepse mërzia ose pikëllimi vazhdon, do të thënë te familjarët, mirë po ajo e madhja në ato momente ku nuk i shkon mendja njerëzve as te ushqimi, atëherë duhet të përgatisin rrethina, do të thënë. Edhe nuk ka problem. Tani, do të thënë, nëse ndodh kështu, ka ushqim aty, edhe është dikush prezent ose ka ndodh dikush për ngushëllim, vjen për përkrahje kështu me radhë, nuk është haram që të haje prej atij ushqimi, por qëllimi është, do të thënë, nuk duhet familjarët të organizojnë dhënje të ushqimit. Nuk ka, thot Sheikh Ibn Baz, وليس لذلك وقت محدود فيما نعلم من الشرع. Nuk ka për këtë nuk ka një kohë të caktuar, të kufizuar në shariat, sipas asaj që e dim, wallahu a'lam. Është transmetuar gjithashtu se Aisha radhiyallahu anha kur ka vdekur dikush prej familjarëve të saj, edhe ka pasur gra, do të thënë aty, janë mbledhur, do të thënë disa gra. Pastaj ato gratë janë larguar, edhe kanë mbetur vetëm familjarët e afërm të vdekurit, do të thënë gratë e afërme të familjes së të vdekurit. Atëherë Aisha radhiyallahu anha ka urdhëruar që të bëhet telbine. Është një lloj i ushqimit që është i ngjashëm me hallvën tëne, por është më ndryshe, do thotë bëhet me miell të elbit dhe me qumësht, edhe i shtohet mjalt ose diçka tjetër prej, do të thënë, për ta përforcuar shijen. Ka thënë të bëhet për ata familjarë të vdekurit, se ka thënë e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë at-talbinatu mujimmatun li fuadil marid, do të thënë telbinja e forcon, i jep forcë zemrës të smurit, u tudhhibu ba'd al-hazan, edhe e largon një pjesë të pikëllimit. Do të thënë kur ha telbine, largohet pikëllimi, edhe kjo është prej punëve të mira që të bëhet për familjarët e të vdekurit. Çështja 11 thot nuk i lejohet gruas që të mbajë zi për ndonjë të vdekur më shumë se 3 ditë, përveç për burrin e saj. E përmendim këtu të mbajë zi, megjithëse kjo shprehje nuk është e mirë shariatikisht. Do thotë ky kuptimi i të zezës e kështu me radhë, do të thënë tregon pakënaqësi me caktimin e Allahut. Si shprehje nuk është e mirë. Mirë, po qëllimi është që kur gruaja largohet prej stolisë ose zbukurimit edhe parfumosjes. Do të thënë kjo është ajo që njihet tani, sigur është përzishëm, i thonë. Nuk lejohet për askënd më shumë se 3 ditë. Do të thënë nëse i vdes një afërt, vllai ose babai ose kështu me radhë, do të thënë deri në 3 ditë mund ta praktikojë stolisjen, zbukurimin ose veshjen e mirë dhe parfumosjen. Kurse vetëm për burrin është e ligjshme deri në po është 4 muaj e 10 ditë. Do të thënë kur i vdes burri, atëherë rrin këtë gjendje 4 muaj e 10 ditë. Përveç, thot autori, përveç nëse është shtatzan, se atëherë vazhdon në këtë gjendje deri sa ta linde fëmin. Pasi kjo është vërtetuar në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wa bil yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa 3 layalin. Do të thënë nuk i lejohet një gruaje që beson në Allahun dhe në ditën e gjykimit që me këtë kuptim do të thënë mbaje zi, pra mos stoliset më shumë se 3 ditë për ndonjë të vdekur. Do të thënë nuk i lejohet një gruaje që ta vazhdojë këtë gjendje më shumë se 3 ditë illa ala zawjin, përveç për burrin. 4 ashhurin wa 10. Për të, do të thënë e mban këtë gjendje 4 muaj e 10 ditë. Ose nëse është shtatzan, do të thënë ka këtu një ihtilaf. Në dihet në
në ajetet e Kuranit se koha e iddes për gruan që është shtatzan është derisa të linde. Dhe gjithashtu është përmendur në ajet se koha e iddes për gruan të cilës i vdes burri është 4 muaj e 10 ditë. Tani nëse i ka vdekur burri dhe gruaja është shtatzan, cilën afat duhet ta mbajë? 4 muaj e 10 ditë apo derisa të lindë? Ka disa mendime. Disa thonë duhet deri në afatin më të shkurt. Do thotë atë çka është më i afërt. Nëse lind para 4 muajve, atëherë do të thonë mbaron koha e iddes së saj. Disa thonë ose person nëse është shtatzan edhe më tutje, nuk ka lindur, kalojnë 4 muaj dhe 10 ditë, do të thonë kur mbarojnë ato 4 muaj dhe 10 ditë, mbaron koha e iddes së saj. Pra ky është një mendim në afatin më të shkurt. Ka mendimi tjetër thot afatin më të gjatë, do të thonë cila shkon më gjatë. Pra duhet ta mbaje gruaja. Disa thonë se duhet e ka vetëm 4 muaj e 10 ditë. Pa marrë parasysh ka lind më herët, a do të linde më vonë, 4 muaj e 10 ditë. Është për atë që i ka vdekur burri. Dhe një mendim është se për gruan që i ka vdekur burri dhe është shtatzan, mbaron ideti i saj kur lind. Edhe ky është mendimi më i saktë edhe mendimi i shumicës së sahabeve. Do të thonë kur të linde, atëherë edhe nëse është pas disa ditëve, edhe nëse është pas 4 muajve, edhe nëse është pas 5-6 muajve, do të thonë, ideti i saj është i caktuar me lindje dhe jo me kohë, do të thonë kohë të caktuar. Amma ar-rajulu fala yajuzu lahu an yuhid. Kurse burrit nuk i lejohet të mbajë zi. Ala ahadin min al-aqarib aw ghayrihim. As prej të afërmve ose prej askujt. Do të thonë për vdekjen e askujt nuk duhet të rri në gjendje të zis, si thonë të ne. Do të thonë që mos vishet ose kështu. Çështja e 12 është e ligjshme për burrat që të vizitojnë varret në kohë pas kohe, që të luten për ata të vdekurit dhe të kërkojnë mëshirë Allahut për ata të vdekurit, dhe që kjo vizit t'ua përkujtoj atyre vdekjen. Do të thonë këto dy qëllime. Shkon njeriu i viziton varret që të lutet për të vdekurit, të lutet Allahut për të vdekurit dhe ta përkujtoj vetveten për këtë gjendje që do t'i vijë secilit. Do të thonë secili prej njerëzve do ta shijojë vdekjen edhe do të hyjë në varr, mirë po, njeriu e harron me kalimin e kohës, prandaj është e pëlqyer që t'i vizitojë varret. Thot dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ka thonë zurul qubur fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Vizitoni varret sepse ato ju përkujtojnë ahiretin. E ka transmetuar Imam Muslimi në Sahihun e tij. Dhe i ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabët kur t'i vizitojnë varret thonë assalamu alaykum ahla ad-diyar min al-mu'minina wal-muslimin wa inna insha Allahu bikum lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al-afiyah. Yarhamullahu al-mustaqdimin minna wal-mustaakhirin. Do thot pra u jepet selam atyre të varrosurve, i thuhet assalamu alaykum o banor të këtyre vendeve, prej besimtarve dhe muslimanëve. Edhe ne, kur të dojë Allahu, do të bashkangjitemi me ju, e lusim Allahun për ne dhe për ju që të na japë mbrojtje dhe shpëtim. Allahu i mëshiroft ata që kanë shkuar më përpara dhe ata që do të vinë më pas. Pra me këtë lutje, njeriu lutet për ata njerëz të varrosur dhe për veten, dhe përkujton veten për ahiretin. Do thotë vizita e varreve është prej punëve të pëlqyera nëse bëhet në këtë mënyrë. Edhe në këtë mënyrë, si thoshte Sheikh Abad shumë herë, do thonë shumë raste kur ka rënë tema e vizitës varreve, e ka përsëritur të njëjtën fjali që e kemi mbajtur mend, thoshte se prej vizitës së ligjshme, do thonë që sipas sunetit, përfiton i vdekuri dhe përfiton ai gjalli që viziton. Kurse vizita që është në kundërshtim me këtë, prej saj nuk përfiton i vdekuri, kurse i gjalli dëmtohet. Pse? Do të thonë nëse shkon dikush te varri
që të vajtoj, për shembull. Atëherë merr gjuna. Nëse shkon dikush te varri që ti lutet varrit, atëherë është në shirk. Dhe ose ndonjë formë tjetër, do të thënë, ose shkon për çu lule, për shembull. Nuk përfiton i vdekuri nga ajo. Kurse ky i gjalli e ka ngarkuar veten me përngjasim me mosbesimtarët dhe të gjitha këto raste që janë kundërshtim me këtë sunet, do të thënë që qëllimi i vizitës varreve është që njeriu të lutet për ata të vdekurit dhe ta përkujtoj ahiretin. Edhe kjo ja zbut zemrën, edhe ja shton devotshmërinë. Për këtë shkak përfiton, ai i varrosuri përfiton se ky që i ka ardhur i lutet Allahut për të, edhe njeriu vizitori gjithashtu përfiton që e ka zbatuar sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, që ka ndikuar kjo për rritjen e imanit të tij. Do të thënë përfiton edhe i gjalli dhe i vdekuri. Kurse çdo vizitë e varreve që është në kundërshtim me këtë sunet, atëherë i vdekuri nuk përfiton asgjë prej tij, kurse i gjalli dëmtohet. Pastaj ka thonë emmen nisa'u falaysa lahunna ziyaratul qubur. Kurse gratë nuk kanë të drejtë të vizitojnë varret, sepse pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thonë, është në hadith se Allahu i mallkon vizitorët e varreve. Thot Ibn Baz, wali annahunna yukhsha min ziyaratihinna al-fitna wa qillatu as-sabr. Sepse kur gratë vizitojnë varret, do të thonë ekziston frika se mund të bien fitnë dhe nuk kanë durim e kështu me radhë. Ky është mendimi i një pjese të dietarëve, duke u bazuar në këtë hadith la'ana Allahu zawaratil qubur ose la'ana Allahu za'iratil qubur, do të thënë Allahu i mallkoft gratë që i vizitojnë varret. Por në një numër i dietarëve thonë se këto hadithe janë të abroguara me hadithin tjetër që ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në përgjithësi për burrat dhe për gratë. Ju kam ndaluar vizitën e varreve, kurse tani vizitoni, do të thënë ju lejoj, edhe ka thënë sepse ato ju kujtojnë ahiretin. Dhe këtu nuk bëhet përjashtim mes burrave dhe grave. Do të thënë edhe burrat kanë të drejtë të vizitojnë varret, edhe përfitojnë, do të thënë si tham më herët, edhe gratë kanë të drejtë se pastaj gjithashtu ka argumente të veçanta që tregojnë se nuk u ka ndaluar pejgamberi sallallahu alejhi wasallam grave që të vizitojnë varret. Është një që Aisha radhiyallahu anha e ka pyetur pejgamberin sallallahu alejhi wasallam nëse vizitoj varrin e vllajt tim si të lutem, ose nëse i vizitoj varret si të lutem, ka thonë, thuj assalamu alayka, assalamu aleikum ehle djari min el muslimine wal mu'minin, deri në fund, do të thënë ja ka mësuar këtë dua. Nuk i ka thonë se nuk lejohet gratë të vizitojnë varret. Gjithashtu është përmendur në një hadith që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka pa një grua duke qartë një varr. Edhe i ka thonë ittaqillaha wasbiri. Do të thënë ruaju Allahut dhe bëhu durimtare. Bëhu, do të thënë e qëndrueshme. Pra nuk e ka ndaluar nga vizita e varrit, por e ka këshilluar se duhet të ketë durim edhe të friksohet Allahut dhe të ruhet prej dënimit të tij. Pastaj thot wa hakadha la yajuzu lahunna ittiba'ul janaiz ila al-maqbara. Do të thonë gjithashtu nuk u lejohet ta përcjellin xhenazën deri te varret, sepse pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i ka ndaluar prej kësaj. Thot Sheikh Ibn Baz. Dhe gjithashtu xhenazën, do të thënë duhet ta bartin burrat, jo gratë, por për prezantimin, do të thënë përcjelljen e xhenazës deri te varret, ka ihtilaf, por më saktë është mendimi i mëdhëbit Hanefi. Do të thënë se mos mendojnë se gjithmonë i kundërshtojmë mëdhëbin Hanefi është e ndaluar. Edhe kjo është ajo që zbatohet dhe është më e mira. Jo se është haram, jo, nuk është haram, mirë po, më mirë është gratë mos prezantojnë, sepse do të ndodhe aty përzierje, pastaj ndodh shfaqje mosdurimit, edhe ndoshta zbulim, dhe sidomos për bartjen e xhenazës, atëherë për bartjen ka argumente se e bartin vetëm burrat. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam,
pra që xhenazën e bartin vetëm burrat. Se gratë edhe janë dobta, do të thënë nuk mund ta bartin. Edhe gjatë bartjes xhenazës ka mundësi që të zbulohen, edhe nëse e bartin atëherë do të detyrohen që të përzihen edhe të afrohen me burrat. Kështu që pra bartjen e bëjnë vetëm burrat, edhe varrosjen, varrimin e bëjnë vetëm burrat. Prezantimi në varrim ose përcjellja e xhenazës nuk është e pëlqyer që të prezantojnë gratë, edhe duhet të vazhdohet, domethënë të punohet sipas mendimit të mëdhëbit Hanefi, siç është në këtë vend. Wallahu a'lam. Kjo për këto aspekte. Kurse thot namazi i xhenazës në xhami ose në musalla ku do të falet, aty nuk ka dyshim që mund të marrin pjesë edhe gratë edhe burrat. Domethënë edhe burrat ja falin xhenazën edhe gratë, edhe nëse falet në xhami ose falet në musalla, si është më mirë, domethënë jashtë xhamis, por do thot më rëndësi këtu është që namazin e xhenazës e falin edhe burrat edhe gratë. Këtu vlen të përmendet edhe çështja a lejohet namazi i xhenazës në xhami. Shumica e dietarëve janë të domethënë Shafi'i, Hambeli edhe Dhahiri se lejohet. Domethënë suneti është që të falet në musalla, jashtë xhamis, mirë po lejohet të falet edhe në xhami. Kurse mëdhëbin Hanefi edhe Maliki ndalohet të falet xhenazja në xhami. Domethënë ajo që praktikohet te vendet tona, pra mëdhëb Hanefi është i ndaluar. Më saktë është se lejohet. Domethënë lejohet, por më mirë është në musalla. Po, më në fund thot autori rahimahullah, hadha akhiru ma tayassara jam'uhu. Domethënë kjo është e fundit prej këtyre që ma mundsoi Allahu të boj këtu në këtë libër. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammedin wa alihi wa sahbihi. Pra ky ishte libri mësime të rëndësishme për masat e përgjithshme të umetit që duhet me të vërtet muslimanit të kushtoj shumë rëndësi, ta mësoj edhe t'i di këto çështje, sepse këtu përmenden si e pam çështjet më të rëndësishme të islamit në akide, në ibadete, çështja e namazit dhe çështjet e moralit që janë obligim për secilin musliman dhe sjelljes, etikës në islam. Dhe në fund u përmenden këto çështje që kanë të bëjnë me xhenazën, varrimin, namazin e xhenazës, larjen, qefinosjen, që duhet, në përgjithësi duhet musliman të dinë dhe pasi secili do të përballet me këto çështje, prandaj duhet të jenë të informuar dhe të shkolluar për këto çështje. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të na shtoj diturinë e dobishme dhe të na bëj të dobishme atë që na ka mësuar, të na mësoj atë që na bën dobi gjithmonë, të na shtoj diturinë e dobishme në dunja dhe në ahiret, që na bën dobi, domethënë dunja dhe në ahiret, dhe lutim Allahun që të na përmirësoj gjendjen ne prindërve tanë dhe ta përmirësoj gjendjen e gjithë muslimanëve dhe situatën e umetit, të na ngrejnë pozitën që duhet t'i takoj atij që është i nënshtruar në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe lutim Allahun që të na kaploj me mëshirën e tij, faljen e tij dhe të na shtoj shpërblimet në dunja dhe në ahiret. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.